Më letë të iluminoj pak mbi arsyet që po nxjerrin këto ditë këta qindra mira njerëz në rrugë. Si shtua ti? Të gjithë këta që përmende ti kryeministër, jo rrethi katror, jo influencera, jo personazhe që veshin që leshen si certifikat. Këta nuk janë as 30 as 40 vetë gjithsej. Pra nuk janë as 0,1% e atyre që marrin pjesë në një ditë normale proteste. 99,9% që tjetër janë njerëz që kanë dalë aty kundër teje, kundër shtetit që ti ke ndërtuar, dhe që është i gjithi në funksion dhe në dispozicion të një grupi njerëzish që rinë aty rreth teje, duke injoruar, duke shtypur, duke vjedhur dhe në fund duke dëbuar gjithë në të tjerët. Unë e kuptoj pse ti dëshiron ta mbash me thonjë këtë narrativën e Zvërnecit. Se duke qëndruar vetëm tek ajo, protesta zvoglohet në ca inatçinj ekologjik antikapitalist që vënë flamingot përpara progresit. Që halli i vetëm që kanë me ty është a duhet apo nuk duhet ndërtuar resortin në Zvërnec. Dhe që kërkojnë dorëheqjen tënde vetëm për këtë shkak. Por më lërë të iluminoj. Aty ke çifte të reja, që punojnë, që kanë të ardhura relativisht të pranueshme për vendin tonë, që janë bërë me fëmijë, dhe që nuk marrin dot shtëpi. Sepse në Tiranë, shtëpia është bërë molla e ndalueme për çiftet e reja. Imagjino një çift në Tiranë, çift i ri me një fëmijë. Ata kanë një pagë 1.000 euro në muaj secili, po themi neto. Themi, paga me zakonshme për një profesionist të ri, si ata që dalin protest. Bazua në kriteret e bankës, për një çift me një fëmijë, konsumi mujor i detyrueshëm është mesatarisht 35.000 lekë për person, ose rreth 350 euro, po marr Tiranë, se po flasim për Tiranë. Po e marr euron 1.100, e ke parasysh e thjeshtojmë. Atëherë, 350 euro për person, shpenzimet shkojnë 1.050 euro. Të ardhurat e disponueshme mbeten 950 euro. Tani, këtu bankat aplikojnë një koeficient debt to income quhet, DTI. E keni parasysh te tabela shkruhet DTI. Që tregon se sa është tavani të ardhurave të disponueshme, të cilat mund t'i dedikohen borxhit. Pra, është pak e komplikuar, por banka nuk mendon se të gjitha të ardhurat e detyrueshme disponueshme do t'i dedikohen borxhit. Sepse ajo mendon që aty ka riskje. Pa ti ke një fëmijë, nëse do bësh me 2. Se jeta ikën. Euro sot është me 95, po mund shkoj me 110, mund shkoj me 120. Pra gjitha kjo e bën që banka të ushtrojë një koeficient. Pak e komplikuar, por gjithsesi. Po që ti bie shkurt, banka thot që kësti kredis që kjo familje e re mund të marrë, nuk duhet të kaloj 50% atyre të ardhurave të disponueshme që folën pak më parë, pasi ke shpenzimet. Pra, nga 950 i bie që kësti maksimal të jetë 475 euro në muaj. Pra, ky çift i ri mund t'i jepet një kredi, kësti i cilës shkon maksimalisht 475 euro, por mbi 475 euro nuk e merr kredin. Ka që kanë këta disponueshme. Shkojmë nga krau tjetër. Nga krau tjetër, një shtëpi në periferi, në një pallatëri e ka çmimin 1.500 euro metri katror. Se po marrim një apartament modest, 2+1, 90 metra katror, se normalisht ata janë familjere, që duan të kenë edhe një dhomë për fëmijët, se çdo çift ndron të ketë fëmijë. Sa më shumë. Me 90 metra katror, vlera e shtëpisë shkon 135.000 euro. Tani këtu fillon halli i parë i tyre. Atyre ju duhet që të kemë paraprakisht 27.000 euro cash. Se banka thot, unë të mbuloj vetëm 80% të vlerës në kredi. Edhe ky është me vendim të Bankës së Shqipërisë. Dhe ky është halli i parë. Po e zëm se e rregulluam. Me prindër, motra, vëllezër e gjetën ato 27.000 euro. Shuma që ju duhet të marrin kredi, shikojnë të tabela, bashkë me ca kosto paraprake kredi, është diku të rreth 109.000 euro. Dhe kësti mujor, për një kredi 109.000 euro për 20 vjet, i bie mesatarisht të jetë 680 euro në muaj. Tani, këtu
banka ju thotë, shiko, ju keni të ardhura për mbulim kredie vetëm të një kredie që këstin e ka 475 euro. Për këtë shtëpi këtu, kësti ju del 680 euro. Kështu që nuk përfitoni dot kredi, kështu ju dini nga banka. Pra, në Shqipërinë tënde Edo, një çift me të ardhura 2000 euro në muaj, banka as nuk e qas fare të dera për t'i dhënë kredi për shtëpi, me këto çmime që kanë shtëpit. Dhe ky çifti tani do t'i duhet ose të rend nga Qiraxhiu në Qiraxhi siç i futi në shkretir motit, ose të pranoj të blej një shtëpi ande nga Rinasi, ande, ku shkojnë çmimet nga 1000 euro metri katror, dhe të vish çdo ditë në Tiranë dhe të harxoj 2 orë në trafik, edhe 20.000 lek naftë në ditë. E kupton tani çfarë frustrimi përjetojnë ata prindër që porisin një fëmijë duke bredhur si nomad nga Qiraxhiu në Qiraxhi? E kuptojnë që ata ty jo të rrëzojnë, po të hanë me dhëmb dhe nuk ngopen. Se ata ende nga Qiraxhiu në Qiraxhi me fëmijë të vogël, dhe shikojnë një shtet që as e rruan hiç për ta. As i kanë në refen e hiç shteti. As e di që ekzistojnë apo jo. E pra, ata të rinj që thua ti që vinë për të shfryrë zemërimin janë këta që zblenë do të shtëpi. Dhe që ti as nuk i ke në orbitën tënde apo të qeverisë tënde. Hiç. Ecim. Në protest aty ke njerëz që kanë pasur eksperjenca me sistemin tonë shëndetësor. Dhe po e nis me të famshimin, me onkologjikun. E di se si e quajnë onkologjikun aty në protest? Thertore. Sepse aty njerëzit shkojnë si shkon keci, në thertore. Në shtetin tënd o kryeministrën, njerëzit e shkret që s'kan të ardhura tumorin e shohin si dënim e vdekje. Pavarësisht se në botë ka kohë që është larguar ky si koncept. E nga të janis për onkologjikun, nga PET-CT-ja që s'punon, apo me aparaturën e kopaltoterapisë, që ishte blerë që në vitin 2021 me fonde publike, por u la për vite me radhë, pa instaluar dhe mbyllur. Aty në lagështir u la. Dhe përveç se la pa mjekim mira pacient që kishin nevojë për atë aparaturë, kjo u kthye edhe në një rrezik radioaktiv për shkak të kobaltit, e ke parasysh. Për ato dhe stafin edhe për ambientet e spitalit. Pasi nuk plotëson dhe asnjë sigurie, apo ato mbyllin me bunkerizimin e licencuar, ç'është ajo. Apo të them për kimiot, që fshiheshin ose deklaroheshin sikur nuk gjendeshin në depo, për të dhënë vetëm klientëve të përzgjedhur ose për t'i detyruar pacientët që të shkonin t'i blinin vetë jashtë spitalit. Dhe një pjesë e këtyre medikamenteve të paguara nga buxheti i shtetit nxirreshin jashtë dhe shiteshin në farmaci private, duke u trafikuar. Apo do të them për skemën me ilaçet e skaduara që gjeti KLSH-ja. E kupton pse i thon thertore? Se të shkretët njerëz që ju bie halli, ose do të paguajnë qimet e kokës të privati, ose ju mbetet të përqafojnë njerëzit e dashur dhe t'ju thonë lam të mirë. Dhe këtu po flas vetëm për onkologjikun, që është vetëm një fragment i shëndetësisë në vend. Dhe po i referojnë Tiranës. Po në rrethe, di ç'a bëhet. Kushtet e spitaleve në përreth janë si në Bombej. Jo vetëm që mjek nuk ka, dhe janë me dhjetra shërbime që tashmë për shkak të mungesës së mjekëve as nuk ofrohen më në spitalet rajonale në vend. Por kushtet janë katastrofë, janë llahtar. Po që të vite ka i lajmotivi politik kryesor i fushatës tënde, shëndetësia falas. Shqiptarët shpenzojnë mesatarisht për shëndetësinë 2 miliardë euro në vit. Çdo vit. Shteti mbulon me buxhet rreth 700 milionë euro. Nga të cilat po të heqësh pagat e administratës, ministrisë etj. E ca shpenzimet të tjera që bën ministria, që bën administrata, një 500 i mbeten shtetit që mbulon nga gjithë ky 2 miliardë. Pra, te shëndetësia jonë, që është falas, pra që presupozoj që do na mbulon të shteti, shteti mezi mbulon 1 në 4 lek. 3 lek të tjera i mbulon njerëzit nga xhepi. Dhe ti u thua shëndetësia falas. Që të mos flas pastaj për rimbursimet e barnave, që ajo lista e rimbursimeve në përgjithësi përfshin tallasha aty brenda, jo barna.
Se pjesa me e madhe e barnave me rimbursim, as të ngrofin, as të ftofin hiç. Dhe pse ndodhin të gjitha këto? Sepse ideja jote ishte të jepi me koncesion, dhe që koncesionet të menin lekët, u lan barnat, apo spitalet pa lek. Ishte ideja jote. Dhe gjitha njerëz që janë përballur me hallin e madh të quajtur shëndetësia shqiptare, i ke aty në protestani. E imagjinon, janë ata që kanë parë prindrit e tyre të ikin duke vuajtur, që kanë parë probleme dhe s'kan ditë si t'i zgjidhin, apo kanë pasur probleme të fëmijët dhe janë zhytur në borxhe, kredi, sepse shëndetësia jote i shërben vetëm atij që është i shëndor, se të sëmurë si hynë hiç punë. Dhe gjithë ta njerëz i ke aty në protest, dhe janë të bindur të zhdukin një orë më parë. Ecin. Në protest aty ke prindrit që çojnë fëmijët në shkollë, që bëjmë fëmijët pjesë e një sistemi arsimor që s'vlen asnjë lek dhe që kushton kaq shtrejt. Dhe këtu po flas si për shtetin, si për privatin, se privati me përjashtime shumë të vogla është thjesht një pasqyrë e realitetit shtetëror versus këtë radhë me lek. Ti ndoshta se kupton, po ajo renditja e Pizas është një tmerr për çdo prind që çon fëmijët në shkollë. Sepse kupton që fëmia e vet po shkon dëm vetëm, sepse në këtë vend qeveria as ja ndjen hiç për arsimin. Do të thënë dyst, fare. Banka Botërore thotë që Shqipëria është vendi me cilësinë e arsimit të lartë më të dobët në gjithë Europën dhe Azinë Qendrore. Pra jemi katastrofë në 2 kontinente. Në shkencë jemi të fundit. Ndoshta edhe në më shumë se 2 kontinente. Natyrisht sepse jemi vendi që çojmë zeqinen përfaqësuese në SECP. Në çfarë vendi tjetër përveç atij të fundit mund të jemi? Sistemi arsimor në Shqipëri aktualisht prodhon analfabetizëm funksional në masën 50%. Pra nxënës që dinë të lexojnë një tekst, por nuk e kuptojnë dot përmbajtjen e tij. Edhe pse dinë ta lexojnë. Dhe prindit po shohin që sistemi yt arsimor po ju merr fëmijët në qafë. Se i ke kthyer shkollat në folen e antarësimeve në parti, e votave elektorale, e konsideron mësuesin si vend pune për vota. Dhe nëse ti vazhdon të jesh kryeminist, gjasat janë që fëmijët e tyre të dështojnë në mënyrë spektakolare, që të dalin të gatshme të përshtaten me kërkesat e një tregu pune si Bashkimi Evropian, ku ne tentojmë të shkojmë. Dhe këta prindër i ke aty në protest, patjetër, jo për zvërnecin, për fëmijët e tyre. Ti je rrezik për fëmijët e tyre, për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Prandaj duan të ikësh urgjentisht, se i morën qafë. Tjetra, aty në protest ke dhe prindit e fëmijëve të vegjël, që i çojnë në Çerdhe apo në Kopës këtu në Tiranë. Sepse disi janë Çerdhet në Tiranë. Janë si kampe për qëndrimi për fëmijë. Në Çerdhet dhe Kopshet e Tiranës ke grupe me nga 40 fëmijë që menaxhojnë nga 2 edukatorë. E kupton ti çat merri është 40 foshnja. Ne mezi menaxhojmë një. Mezi e menaxhojmë. Ato menaxhojnë 40. Është si kamp për qëndrimi po të. Çerdhet dhe Kopshet e Tiranës. Fëmijët që rinë ulur aty në një karige me një lodë në dorë për 8 orë me radhë, sikur janë të dënuar. Është merr. Pa një ambient me lodra jashtë, pa një obor, pa një vend tjetër përveç se aty në një dom. 40 fëmijë që thjesht rinë ulur, bëjnë nevojat dhe ushqehen. Si bakti. Sepse shtihen dhe ato edukatorët. Ku i dilet me 40 fëmijë të vegjël? Vetëm ti ushqesh e ti çosh të bëjnë nevojat si adultët. Ku kanë kohë ato të bëjnë mësim për shumë? Dhe pse? Sepse ti e mbytë Tiranën me pallate dhe harove që njerëzit që do banojnë ato pallate duan Çerdhet dhe Kopshte për fëmijët. Po ti as e vret mendje fare për këtë, hiç. Sepse njerëzit shohin që shteti jep lek për koncesione. Miraton projekte strategjike, bën falje fiskale. Ke lek për të gjitha këto. Po lek për të ndërtuar Çerdhe e Kopshte, për të shtuar numrin e edukatorëve, as të shkon në mendje. Lek që fëmijët të rinë aty në Çerdhe e në Kopshte, siç e kërkon standardi, që të rriten të shëndetshëm fizikisht dhe psikologjikisht, që mos jenë tufa të mëdha si kampe për qëndrimi me nga 40 fëmijë në një grup, që të kenë mjaftueshëm edukatore për të menaxhuar ata, jo vetëm thjesht i ushqejnë, të çojnë të bëjnë nevojat, por edhe të mësojnë.
grupet jenë me nga 15, nga 10-15 fëmijë, e të ketë 3-4 edukatore për çdo grup. Ky është standardi. Po kjo do lek. Do që ti ta kesh mendje që të ndërtosh çerdhe. Ta kesh mendje të punësosh edukatore. Po ti se ke mendje të kjo. Ti lekët i ke destinuar për vende të tjera. As ta ndjen fare. Zero. Një qeveri e përgjithshme i ri në kokë çdo bashkie që fëmijët të marrin atë që i takon, në trajtimin që i është ngarkuar shtetit si përgjithësi. Po ti asja ke haberin hiç. Jo më të rishe të ndjekësh. Dhe natyrisht, këta prindër i ke në protest, madje bashkë me fëmijët. Që të shohësh se kujt je duke i rënë në qafë me papërgjegjshmërinë tënde. Monumentale. Je duke i rënë në qafë foshnjave. 2-3 vjeç. E kupton? Në protest dalin ata që kanë vuajtur nga padrejtësia e një shteti që është i padrejtë. Si një shtet feudal. Dhe është i pamëshirshëm. Si një shtet komunist. Një shtet ku pabarazia mes shtetasve është në nivel kozmik. Ku shumica punon dhe pakica rrëmben. Ku ti dhe një grup biznesmenësh, e oligarkësh, e kriminelësh, e keni bërë pronë këtë vend dhe e trajtoni këdo që jeton aty si bujkrobin tuaj. Janë banorët e 5 majit që e pan vetën të nxirreshin me dhunë nga shtëpitë e tyre, me gaz lotësiellës, duke pasur brenda fëmijë e grashtatzana. Janë nxjerrën nga shtëpitë me terror në 5 të mëngjesit. U janë terrorizuar fëmijët nga britmat e policisë me gaz lotësiellës. Më kujtohet Erion Velia që ankoi atëre kur hetuesit e BKH-s që u futën në shtëpi për kontroll, mes të ditës i thoshte mos u fusni se më terrorizoni djalin. Dhe ishte po ky Erion Velia e bashkë me ty që fëmijët e familjeve në 5 maj nxori me gaz lotësiellës 5 mëngjesit. Natë pak vir akoma. E kuptoni tani çfarë hipokrizia është kjo, po gjithsesi ecin. Dhe u nxorën dhe ju prishën shtëpitë sepse aty po shtetëzohet toka për interes publik. Dhe ju shtetëzua prona për interes publik. Ndërkohë, këta banorë të cilët shteti nuk dënjoi as dëgjonte, as t'i konsideronte si njerëz kur u aprishi shtëpitë për interes publik, shohi që tek një lulishte dhe park historik Lodrash për fëmijët, që quhet 7 Xhuxhat, një miku i të ngushtë Shefqet Kastrati e mori tashmë një hapësirë publike që i përkiste gjithë fëmijëve të qytetit dhe e ktheu në një kull 150 metra të lartë për intereset e tij. Personal. E kupton çfarë paradoksi? Atyre që kishin shtëpi për të futur kokën, shteti u amori me dhunë dhe i trajtoi si kafsh këtij tjetrit, jo që si merr gjë, por madje i jep, jo për shtëpi, po për të ndërtuar kull që të shtoj milionat e eurove. Ky është shteti yt. Nëse je qytetar i thjesht, shteti në emër të interesit publik të rjep të gjallë dhe s'ka mëshirë dhe nëse bëhet fjalë për shtëpi kur të fusësh kokën e kalamajve. Shteti si intereson. Ama, kur vjen puna te oligarkët që shkatrojnë të mira publike, thotë, është e drejta e privatit për të zhvilluar pronën. Po ata që ju prishe shtëpisë, si ishin privat që kishin të drejtë të zhvillonin pronën. Atyre ja more për interes publik. Këti i thua s'ka problem interesi publik. Ke të drejtë të zhvillosh pronën. Kjo është ideja, E kupton qa padrejtësie. E kupton qa frike, qa ankthi ke prodhuar tek të gjithë ata që kanë një pronë. Qoftë tokë apo shtëpi. Se këtu, nëse nuk ta vë syrin oligarku, vjen ta merr pronën e tokën, ti merr krimineli. Ta merr me kobure, me falsifikime, me letra, pa letra, ka 100 mënyra si ta grabisin pronën. Po, në të 100 këto mënyra, një gjë është e përbashkët. Se cila nga mënyrat qofshin, ajo është e bekuar nga ty dhe nga pushteti jot. Nuk ndodh pa dinin tënde. E të gjitha ata që kanë pronë ndihen të pasigurt e shtetit yt sepse e kuptojnë që janë gjithmonë të varur nga humori dhe gryksyja e shpurës tënde të oligarkëve apo të kriminelëve. Prandaj dhe ata i kenë protestat. I kenë protestë dhe ata duan që të zhdukesh një orë më parë se u sëmurën nga stresi, nga ankthi që ju prodhon ti dhe shteti yt. Në protest janë të gjithë ata që janë kundër modelit ekonomik që ke ndërtuar.
ku një pakic bëhen gjithnjë më të pasur duke marrë parat dhe pasuritë e gjithë të tjerëve që bëhen gjithnjë më të varfër. Janë ata që vuajnë peshën e rëndë të taksave të tua, tek biznesi apo tek sipërmarrja e tyre e vogël. Ndërkohë që oligarku i madh përfiton të mira me ligj dhe pa ligj, me leje, por edhe fshehurazi. Janë ata që e kuptojnë që me dyqanin apo biznesin e tyre duhet të përballojnë goditjen e çekanit të fortë të taksave të shtetit. Ndërkohë që ai investitori strategjik, vetëm sepse është dikush brenda rrethit tënd të interesit, apo miqësisë tënde, përfiton çdo gjë falas. Ky nuk shtyn dot pagesën e taksave as një javë nuk e shtyn dot. Se shkojnë tatimet e i bllokojnë llogaritë, i vënë gjoba, i sekuestrojnë malli, i vëshiritin më. Ndërkohë që ai strategjiku yt, ai s'paguan as i kokër takse. Me ligj. E pronën e blen, herë e blen, e herë rëmben. E shteti i bën rrugën. Shteti i bën kanalizimet. Madje i duron dhe pronat vetat që të fitoj edhe më shumë ai strategjiku yt, Dhe her pas here madje, bën edhe ndonjë amnisti fiskale, që t'i fali çka ka mbetur në detyrim aty në letrat e ratimeve, t'ja heqi dhe atë. Pas strese ai shkëti. Dhe ky dyqani të vogël i biznesit të ndershëm e ka kuptuar që modeli yt ekonomik bazohet në një ekuacion matematik të thjeshtë. Ai, dyqani i vogël biznesi i ndershëm, duhet të paguajë taksa edhe për shtetin, edhe për strategjikun, sepse vetëm ai paguan. Dhe është kjo padrejtësi që e iriton që të çohet e të dalë aty në proteste, të kërkoj që të shporesh një orë më parë, se ti je një grabitës, jo thjesht parash e pasurish, por ti je një grabitës jetësh njerëzore, dinjitetesh njerëzore. Dhe këta biznesmen të ndershëm i ka aty në protestë, duke përtitur me sa ka në kokë, dorëheqje. Njerëzit dalin në shesh o kryeministës sepse e kuptojnë që ti ke ndërtuar shtetin e mikut dhe të ryshfetit. Në Shqipërinë tënde nuk ka meritokraci, ka vetëm mik ose ryshfet. Nuk mund të ecësh përpara nëse nuk je pjesë e klubit të mikut apo të ryshfetit. Të duhet një dokument shtetëror. Duhet ta kesh ose mikun, ose duhet paguash ryshfetin. Fakti që të takon ta marrësh atë dokument është thjesht një element dytësor, që nuk luan shumë rol në vendimin nëse do ta marrësh apo jo. Rol parësor luan miku, në mungesë ryshfeti. Nëse ti nuk paguan ose nuk ke mik, atëherë fati i dokumentit tënd, fati i të drejtës tënde është në rrezik letal. Mund të endesh kohë të gjata e të mos ta marrësh atë që të takon. Do të konkurosh për një pozicion pune në administratën shtetërore. Nuk ka rëndësi se sa i aftje, çfarë idesh ke, sa i përgatitur je, çfarë diplomash ke, sa eksperiencë ke. Këto të gjitha shumëzohen me zero. E vetmja gjë që ka vlerë është, a ke mik? Qoftë të afërmin tënd personal, apo qoftë një angazhimi partijak, i cili i bën njerëzit që drejtojnë institucione automatikisht shokët e tut partisë. Nëse nuk e, atëherë forma tjetër se si mund të fitosh atë vend, është nëpërmjet pagesës së ryshfetit. Nëse nuk ke të paktën njërin nga këto të dyja, atëherë mos u lodh kot. Nuk do ta fitosh kur atë vend pune. Është i taksur për mikun ose për atë që paguan. Je objekt i një kontrolli të zakonshëm nga një institucion shtetëror, për shembull ka një biznes dhe të vinë për kontroll tatimet apo inspektor të ndryshëm. Nuk ka rëndësi nëse je i rregullt apo i parregullt. S'ka rëndësi fare. Rëndësi ka të kesh një mik. Nëse nuk ke një mik, atëherë duhet paguash. Fakti që ke zbatuar ligjin, fakti që ke qenë i rregullt me detyrimet, fakti që ke qenë korrekt me deklarimet, nuk ka asnjë pikë rëndësie. Në shtetin ton, të gjitha këto shumëzohen me zero. Kur ti nuk ke një mik ose nuk paguan ryshfet. Nëse ndodh ti të mos kesh as mikun dhe të refuzosh të paguash, gjithë furia e shtetit pastaj do të shohësh që do të bjerë mbi ty dhe biznesin tënd. Je pjesë e një trupe të caktuar administrative dhe kërkon të ecësh përpara në karrierë. Nuk ka rëndësi as aftësia, as meritat, as puna jote dhe as integriteti yt. Mund të kesh të gjitha këto, por prap
nuk do të harish aty ku mendon se meriton të jesh. Nëse nuk e një mik, apo refuzon të paguash rishfet. Në punën tënde në administratën publike bën shkurtime. Nuk do t'i mbjetosh dot fortunës nëse nuk e një mik, apo nuk paguan rishfet. Pa të paktën njërin nga këto të dyja ti jesh i sigurt që ti do të jesh viktima e asaj që po ndodh aty. Nuk ka rëndësi sa i aft, sa punëtor, sa i disiplinuar në punje, sa korrekt je, asnjëra nga këto s'ka rëndësi. Nëse nuk ke një mik, duhet paguash rishfet. Nëse nuk ke të paguash rishfet, atëherë bëj gati valizhet. Do të heqin nga puna. Ty do të heqin nga puna. Shteti yt o kryeministër është shteti i mikut dhe i rishfetit. Dhe aty në shesh janë të gjithë ata që kanë qenë viktima të gjalla të sistemit të mikut dhe të rishfetit. Të atyre që ju është mohuar e drejta, që kanë ngrënë gjoba, që ju është mohuar vendi punës, që janë hequr nga vendi punës, që ju është mohuar ecja përpara në karrierë. Ata e kuptojnë që gjithë ky sistemi i mikut dhe i rishfetit ushqehet nga ty. Lind aty te ty dhe më pas zbret poshtë në gjithë hierarkinë shtetërore. Është një sistem piramidal, ku në maj qëndron ti. Prandaj ata dalin në shesh dhe kërkojnë nga ty një gjë, dorëheqje. Aty në shesh o kryeministër ketë të tjerë, që dalin për shkak të ndërgjegjes së lartë shoqërore, që ju ka ardhur në maj të hundës me korrupsionin që është përndarë si kancerin në gjithë nomenklaturën shtetërore. Kudo. E gjen korrupsionin të shpërndarë kudo. Një shtet i shkalafitur. Një shtet që punon vetëm e vetëm për korrupsionin. Që shikojnë që padrejtësinë që ndodh dhe irritojnë aq shumë, sa që zgjedhin të vinë dhe të bërtasin aty në shesh. Sepse nuk durojnë dot padrejtësinë. Nuk durojnë dot megalomaninë e hajdutëve me ofiqe shtetërore. Nuk durojnë dot të shohin dikë, një drejtor ujësjellsi, që ka një makinë Bentley, 200.000 euro, drejtor ujësjellsi. Apo kur shef që dikush që ka qenë drejtues i thjeshtë, në tatime, bashkia, Logana, ka 4 shtëpi në Tiranë e 3 në Bregdet. Apo kur dëgjon që kryetarit e bashkisë i kape në shtëpinë ku jetonte, bashkisë Tiranës, para kesh që ishin mykur. E kupton ti tani çfarë paradoksi? E kupton ti tani çfarë mlefi është kjo gjë? Apo kur shikon një inspektor të thjeshtë të hipotek, ka 5 apartamente në emër të vete, 3 apartamente në emër të gruase. Apo kur dëgjon që 3 drejtorë të thjeshtë bashkie kanë një super hotel në Durrës e janë 2 hotele të tjera ndë nga jugu. E gjithë kjo prodhon një frustrim drobitës, korrupsion maramendës, mbytës, deri në asfiksim. Shteti që ti ke ndërtuar, o kryeministër, është një organizëm i tërë i korruptuar. Dhe tek tuk mund të gjesh ndonjë ishull të vogël e të shkëputur drejtësie e ndershmërie. Dhe më e keqja është se reflekton nga lart poshtë edhe kjo, si një strukturë piramidale. Fillon që nga lart, që nga koka, që nga ty. Çdo ligj që miratohet, përveç se ligjeve që kërkojnë nga Bashkimi Evropian. Çdo vendim kanë të gjitha nga mbrapa interesa korruptive të dikujt apo të disave. Që nga ligji për gjuetin deri te ligji për zonat e mbrojtura, nga ligji i arsimit të lartë tek VKM, tek kritereve të pjesëmarrëve të X-it apo Y komision. Të gjitha kanë nga mbrapa interesa individësh që kanë akses te ty. Dhe kjo reflektohet e përforcuar edhe këtu poshtë. Sepse kur të sheh ty që vetëm korrupton, ai drejtori aty poshtë thotë, e po, ky që ka modul i punës atëherë, me bë gjojna për veten tonë. Dhe fillon dhe ai të kryej shërbime vetëm për ata që paguajnë. Nuk ka rëndësi çfarë thot ligji. Nuk ka rëndësi çfarë detyrimesh ligjore ka. Ti shërbehesh vetëm nëse paguash. Dhe ai merret vetëm me gjëra që i paguajnë, shikojnë vetëm nga duart. Shikojnë vetëm nga duart, a ka gjë në dorë, po s'ke gjë në dorë ikva. Po jo, po ligji, jo, po e drejta, ai ki. Një shturje totale e shtetit dhe një zhytje totale në korrupsion. Dhe më pas e gjitha përcillet tek arroganca e injorimit të shtetit, që bëjnë kur ekspozojnë pasuritë e vjedhura. Kur ekspozojnë shtëpitë,
makinat, pushime luksoze, veshjet, çanta, €1000, bizhu, €1000, maramënce. E shumë njerëz, kjo arogancë u angre aq shumë kortizolin, sa që vjen aty dhe bërtet largimin tënd, sepse nuk mund të jetë në paqe me veten nëse nuk e bën. Vjen dhe kërkon me forcë që ti, si shkaktari gjithë kësaj shturje totale të shtetit, të konceptit të dinjitetit të ofiqit shtetëror, i përhapjes të kancerit të korrupsionit, i legjitimimit të palishmërish, ti duhet të ikësh sa më parë. E pra këta ishin pjesa më e madhe e protestës, o kryeministër. E atyre që vinë çdo ditë dhe kërkojnë nga ty të largohesh një orë më parë. Natyrisht, aty ka dhe ambientalistë që vinë për Zvërnecin, ka që vinë për Rjollin, Kutallin, e për shumë zonat të tjera të abuzuara, të vjedhura apo të shkatruara. Por ata që thash pak më lartë, ata janë 99.9%. Por që ta kuptosh, ajo protest nuk është më në lidhje me Zvërnecin. Ata njerëz që vinë aty, vinë secili për motivet e veta, por që bashkojnë në një pikë. Ti duhet të largohesh. Sepse ti e pika burimore e të gjithë të këqijave të ndryshme që ata përjetojnë. Problem për ty është fakti që numri sa do të vi e do të shtohet. Unë them, jepe dorëheqjen tani, sa je akoma në kohë të shpëtosh pak nga ajo që të ka mbetur nga dinjiteti i një drejtuesi të një vendi. Të paktën shpërto atë. Ik. Jep dorëheqje.